Mira nacionalistë izraelit dolën në rrugët e Jeruzalemit për të marrë pjesë në marshimin vjetor të ditës së Jeruzalemit, një aktivitet që shënon marrjen e Jeruzalemit lindor nga Izraeli gjatë luftës së vitit 1967. Me flamuj izraelit në duar dhe slogane nacionaliste, pjesëmarrësit marshuan nëpër lagjet myslimane të qytetit të vjetër në prani të madhe policore. Mes figurave të pranishme ishte edhe ministri i ekstremit të djathtë në qeverinë izraelite, Itamar Ben-Gvir, i cili deklaroi se në këtë ditë ishte ngritur flamuri izraelit në malin e tempullit dhe se Izraeli do të vazhdojë të forcojë kontrollin në qytet. Për shumë izraelit, marshimi konsiderohet simbol krenarie kombëtare dhe fest për bashkimin e Jeruzalemit nën kontrollin izraelit. Por, për palestinezët, kjo ditë shihet ndryshe. Ata e konsiderojnë marshimin pjesë të përpjekjeve të Izraelit për të rritur praninë hebraike në Jeruzalem në dëm të popullsisë palestineze. Policia izraelite ngriti barikada pranë portës së Damaskut dhe ndaloi hyrjen e palestinezëve që nuk jetojnë në qytetin e vjetër. Tregtarët palestinezë thanë se u detyruan të mbyllin dyqanet përpara nisjes së marshimit. Izraeli mori kontrollin e Jeruzalemit lindor gjatë luftës së lindjes së mesme në vitin 1967 dhe më vonë e aneksoi territorin, një veprim që nuk njihet nga shumica e vendeve dhe nga Kombet e Bashkuara. Palestinezët e konsiderojnë Jeruzalemin lindor si kryeqytetin e ardhshëm të shtetit të tyre, ndërsa statusi i qytetit mbetet një nga çështjet më të ndjeshme në konfliktin izraelito-palestinez.